Kampionati kombëtar I futsallit luajti sot ndeshjen e javës së dytë dhe Vllaznia fiton me meritë 9-2 ndaj Partizanit në transfer të drejtori teknik I klubit futsal Vllaznia Arben Xhaferi. Mund të themi se kjo është autokritika e Vllaznisë pas humbjes së parë në Shkodër? Si duket gatë çunat e kanë lënë mbrapa për hupin që bëra me Vlonin. Përqendrimi ishte më I madh, gabuam shumë më pak. Unë gjithmonë them te kjo disiplinë fiton ai që gabon më pak dhe është shumë më I përqendruar se kundërshtari në fushë. Dhe këtë gjë çunat e treguan sot me këtë ndeshje. Në fakt në prononcimin tuaj mediatik pas humbjes në Shkodër 3-5 me flamurtarin ju ishit shumë optimist dhe me besim se do të rikthejë Vllaznia tek fitoret dhe madje deklarohet një Vllazni pretendente për trofe. I qëndroni këtij mendim? Ne qëndrojmë deri në fund kësaj gjë sepse ne grupin e njohim dhe çunat janë përgatitur që mi shku deri në fund këtij kompeticion. Dhe këtë gjë si të thash më parë dëshmuar me këtë ndeshje. Ajo ndeshje ishte thjesht një rezultat që e tregoi fushës se ishin më mirë ata, por çunat e kanë hallë mas shpinën dhe ecin parën. Çfarë ndryshoi nga ndeshja e parë me flamurtarin sot në kryeqytet me Partizanin? Si duket Tirana neve na karikon, nikoj përqendrimi në fushë, nikoj ajo që unë gjithmonë e kërkoj tek çunat bashkë me profen, që duhet me ndihmu shokun. Kjo është një ekip shumë kompakt, është një ekip që shkon shumë mirë me njëri tjetrin dhe këtë gjë ta dëshmon në ndeshje. Siç e pam, zoti Xhaferi ndeshjen Partizani Vllaznia ndoqi nga afër edhe presidenti I futsallit Shkodranit Fisnik Barbollushi, I cili duket se është një mbështetës kryesor dhe shumë sistematik I Vllaznisë. Sa ndjeni ngrohtësinë e tij? Jashtëzakonisht shumë, ai është gjithmonë pranë nesh, mos më thonë që në seanca televiziore nganjëherë si mos mundësive paraqitet dhe është pranë ekipit. Dhe sot ishte I pranishëm, ai nuk mungon, është gjithmonë afër dhe kjo është një suport I madh për ekipin tonë. Ndërkohë java e tretë e kampionatit ku e përball Vllaznin me cilin skuadër? Javën e tretë me qenë se ne jemi 5 ekipe, këtë javë neve në takon me kanë pushim dhe do të zhvillojmë mas 2 javë ndeshjen në shtëpi me forcat amatosore. E fortë kjo ndeshje? Nuk e njohim ekipin e forcat amatosore, di që ka bërë 2 humbje si ekip, por ne nuk bëjmë llogari mas një ekip fort apo I dobët, për këtu nuk ka ekipet forte. Ne qëllimi jonë është me arrit vendin e parë, me arrit me pru kampionatin në shtëpi, gjithashtu edhe kupën. E konsumon pjesërisht edhe me trajnerin, kapitenin e skuadrës Acit Afili, por ju duke qenë edhe ju, pjesën më të madhe e drejtuat në stol, ndërkohë që Afili ishte në fushë. I dha minuta gjithë skuadrës në këtë ndeshje. Madje aktivizuat me shumë besim edhe portierin Olsi Gjergji, I cili nga fundi I takimit u bë vendimtar me pritjet e tij. Mu më pëlqej diçka të kjo gjë. Është e vërtetë që po mu më pëlqej çdo lojtar që hinin në fushë, nëse e vutre ishte I karikuar për me dhënë maksimumin për skuadrën. Dhe ato në momentin që u thirrën për me hi, me lujt, me luftu në fushë, ata ishin gati dhe kjo gjë më pëlqej shumë. Për ta mbyllur, edhe një herë, mund të themi se Vllaznia tashmë me këtë fitore I ka dhënë optimizmin vetvetes për të qenë pretendente? Unë tek ndeshja e fundit kur humbe Vloni kërkova një falje publikut shkodran dhe I siguroj që do të shohin shumë gjëra të bukura me këtë ekip. Ne ndoshta mund mos dalim kampion, ndoshta mund mos marrim as kup, por do të shohin shumë gjëra nga ky ekip sepse është një grup shumë kompakt dhe është shumë I lidhur me njëri tjetrin. Suksese Xhaferi. Faleminderit.